unë në kohën kur ne u aprovuam që të kemë një atashe ushtarak, të fillojmë që të kemë atashe ushtarak dikon në botë, unë t'jem aj që përfaqësoj Kosovën në Washington, pra në qendrën ku pa Washingtonin na nuk do të mund t'jeshim as të lirë. Pra edhe ai ishte një vendim i Gjeneral Qekut që unë t'jem atashe ushtarak, edhe për shkak të punëve të cilat kisha kryer pra në forcën e sigurisë, në atë kohë edhe statusit atëhershëm, sepse ne nuk ishim ende me statusin ushtri i Kosovës dhe në 2018, unë kisha statusin Security Force Attaché, forcë e sigurisë, Security Attaché në vërtet, po që mbuloja jo vetëm koordinimin me Pentagonin, po edhe me DHS, Department of Homeland Security, edhe me FBI-n, edhe me Senatin, edhe me Shtëpinë e Bardhë, edhe me Kongresin, pra aja ma mundsoj që unë, edhe përgatitja që kisha arrit gjatë këtyre viteve, pra, më bë, që unë përfaqësoj shtetin tem edhe në institucionet më të larta politike, jo vetëm ushtarake, pa, edhe tjera three letter agencies, me agjencionet me më të rëndësishme të shtetit, të Amerikës, po. Duke koordinu aktivitetet edhe me inteligjencën e me policinë e me gjithë.